Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi rrjetet sociale për të replikuar me kryeministrin Edi Rama për nismën e tij ligjore për të ndaluar pezullimin e ministrave nga gjykata. Sipas Berishës, funksionet e ministrit janë të delegueshme, pasi ka me qindra raste kur ministrat delegojnë firmën e tyre. Në arkimin e Këshillit të Ministrave janë me jo 10 apo qindra vendime të firmosura me autorizimin e tij nga zëvendëskryeministrat përkat sipas kohës. Sipas Berishës, nisma për ndryshimin e ligjit është në fakt një nismë për të mbrojtur nga veprimet e drejtësisë vetë kryeministrin. Deputeti Edi Rama paraqet në parlament mandamentin për të mbrojtur nga pezullimi, nga gjykas apo prokuror kur e kapin në krim kryeministrin Edi Rama. Kërkon pra të krijojë një mburojë ligjore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë qartë se opozita nuk do të përfshihet në asnjë nisëm për ndryshimin e ligjit për të ndaluar pezullimin e ministrave. Ky buxhet për herë